Gjeneta Fetahu, sëmundja e papritur, infuzioni në pushime, çfarë po ndodh me modelen? Gjeneta Fetahu, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 3, ka ndarë me ndjekësit në Instagram një moment të vështirë shëndetësor. Ajo ka postuar një foto në Instastory, ku shihet duke marrë infuzion në një dhomë luksoze, gjatë pushimeve të saj. Megjithatë, ajo nuk ka dhënë detaje të tjera mbi gjendjen e saj shëndetësore. Pavarësisht kësaj periudhe të vështirë, Gjeneta vazhdon të jetë aktive në media dhe televizione, duke marrë pjesë në emisione të ndryshme në Kosovë dhe Shqipëri. Ajo gjithashtu ka reaguar ndaj spekulimeve për një mundësi të mundshme të pjesëmarrjes në Big Brother Albania, duke theksuar se nuk ka ndërmend të rikthehet në këtë format. Në një moment të mëparshëm, Gjeneta ka hequr dorë nga ndjekja e gjestit në Instagram, duke treguar se ka vendosur të lërë pas çdo lidhje të kaluar dhe të fokusohet në angazhimet e saj profesionale.